Të mërkurën në hapësirat e qendrës klinike universitare pati numër të shtuar të policëve, të cilët u ngarkuan me një punë që zakonisht e kryen dikush tjetër. Derisa në këto vende, deri të martën në mëngjes, shndronin punëtorët e sigurimit fizik, nga e martja e mesditës, në vend të tyre u vendosën pjesëtarët e policisë së Kosovës për të ofruar sigurinë e kësaj hapësire. 260 punëtorët e sigurimit fizik tashmë nuk kanë kontrata dhe nga e marta nuk do dalin në punë, deri kur shërbimi spitalor ta nënshkruaj një marrëveshje të re. Në përhyrjet e disa klinikave qëndronin nga 2 zyrtar të rendit e diku vetëm nga 1. Mirë po policia nuk theu përgjigje gjatë ditës për numrin e saktë të policëve dhe për periudhën që do ta kryejnë këtë shërbim. Kthem në situatë të zakonshme, premton shpejt sindikata e pavarur e sektorit privat. Nesër në ora 14:30 do të ofrohen ofertat e secilës kompani dhe pas nesër do të dihet ose do të nënshkruhet kontrata e re dhe shpresojmë që dikon të premten në mesditë eventualisht shtunën këta punëtorë duhet të kenë në vendet e tyre të punës. Sipas Azemit nuk ka vend për shqetësim lidhur nëse të njëjtëve punëtorë do t'ju vazhdohet kontrata. Secilin tender që del për çdo operator e ka, po themi, një klauzul të veçantë ku thuhet se cila kompani që do ta merr nën menaxhim ÇKU-n dhe të tjerat ka obligim që t'i aktivizojë gjithë punëtorët që kanë qenë prezent. Për t'i diskutuar këtë çështje, punëtorët në fjalë të martën mbajtën takim edhe me krerët e SHSKU-s.